Me moton të festojmë së bashku me rastin e 28 nëntorit ditës së flamurit kombëtar në organizim të shoqatës Vllaznimi dhe në bashkëpunim me Bashkinë e Durrësit dhe Federatën Shqiptare të Futbollit, organizohet turneu tradicional i futbollit për moshat e reja Kupa Pavarësia 2025. Si tradicionalisht, edhe këtë radhë pritet të marrin pjesë ekipe nga të gjitha trojet shqiptare. Shoqata Vllaznimi organizon për të 12 vit radhësi në qytetin e Durrësit Kupa Pavarësia për fëmijët të moshave 9, 11 dhe 13 vjeç në bashkëpunim me Bashkinë Durrës dhe Federatën Shqiptare të Futbollit. Në këtë aktivitet pritet të marrin pjesë shumë ekipe, të cilët janë nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe më gjërë. Qëllimi i këtij turneu është që fëmijët shqiptar nga të gjitha trojet të bëhen bashk për t'u njohur mes veti. Qëllimi i këtij aktiviteti është që fëmijët shqiptar nga trojet të gjithë Shqipërisë dhe më gjërë të bëhen bashkë në qytetin e Durrësit për të festuar festat e nëntorit. Të gjithë ekipet pjesëmarrëse në përfundim të këtij aktiviteti do të marrin kupë, medalje dhe certifikat. Krahas aktiviteteve sportive, organizatori për të gjithë pjesëmarrësit organizon edhe aktivitete të tjera. Gjatë periudhës që fëmijët do të jenë të lirë, do të zhvillojnë shëtitjet në qytetin e Durrësit duke parë pikat turistike dhe historike të këtij qyteti. Turneu Kupa Pavarësia mbahet nga data 28 deri 30 nëntor 2025. Organizatori fton të gjitha ekipet e interesuara të marrin pjesë për të festuar së bashku, pasi fitues do të jenë të gjithë.